po të thoja se në trurin e një burri ekziston një qelës që, sapo të ndizet, bën që ai të mendoj pa ndërprerje për ty, të kërkoj mesazhin tënd përpara të gjithëve, që zëri yt në fund të ditës të jetë e vetmja gjë që e qetëson vërtet. Jo, nuk po flasim për seksin. Seksi është vetëm sipërfaqja e një jehon, një vetëtim që ndriçon dhomën për një moment, por nuk e ngro. Varësia e vërtet, ajo që krijon legjenda, rrëzon perandori dhe i kthen burrat e zakonshëm në poet, është shumë më e qetë. Ajo është një drogë emocionale, një stuj neurokimike e përsosur që ai as nuk e kupton plotësisht, por megjithatë ka nevojë për të. Pasi ta ketë provuar një herë, ajo bëhet e domosdoshme për t'u ndier i plot, për të qenë vetvetja. Pyetja, pra, nuk është nëse ajo ekziston. Pyetja është, çfarë e shkakton atë? Një tipar fizik, një fjalë, një gjest apo diçka shumë më e thellë, një kod i padukshëm që disa gra e zotërojnë pa e ditur? E di cili substancë në trurin e tij, cili model emocional e bën të varur pa kthim nga ti? Prej shekujsh na është treguar e njëjta histori, apo jo? Një histori e thjeshtë, madje dembele. Burri qen ka një qenie vizuale, një gjuetar, i shtyr nga instinkti themelor i tërheqjes fizike. Na është shitur ideja se besnikëria dhe vëmendja e tij fitohen me bukuri, me joshje, me mishërimin e një fantazie. Libra, filma dhe pafund këshilltar bosh e kanë përsëritur këtë mantër. Nëse do ta lidhësh një burr, duhet të bëhesh objekti i dëshirës së tij. Por kjo është vetëm gjysma e së vërtetës. Dhe për të qenë e sinqert, as jo ajo më e rëndësishmja. Është kopertina e bujshme e një libri, por jo kapitulli që e mban zgjuar gjithë natën, duke lexuar të njëjtat rreshta përsëri e përsëri. Sepse nëse kjo logjik do të ishte e saktë, nuk do të shpjegoj pse burra që duket se kanë gjithçka sukses, pushtet, qasje në bukuri pothuajse të pakufizuar vënë gjithçka në rrezik dhe largohen për një grua të vetme. Apo pse mbretër kanë hequr dorë nga fronet për gra që nuk përputheshin me idealin klasik të bukurisë. Nuk shpjegohet as pse një burr që ka dalë me 10 gra mahnitse, papritur nuk mund ta nxjerrë nga mendja një të vetme, me të cilën vetëm ka folur. Gabimi themelor ka qenë gjithmonë kërkimi i përgjigjes në trup, ndërkohë që fushëbetëja e vërtet, epiqendra e kësaj varësie, ndodhet në kokë në sistemin e tij limbik, në qarkun e shpërblimit që udhëheq vendimet e tij më të thella. Këtu flasim për një dëshirë që nuk shuhet me prekje, por me prani. Për një uri që nuk qetësohet me një moment të shkurtër pasioni, por me ndjesinë e paqes. Ekziston një përbërës sekret, një katalizator emocional që e kthen interesin e përkohshëm në një nevojë të thellë. Një komponent i padukshëm që, kur një burr e përjeton në praninë e një gruaje, i ristrukturon plotësisht prioritetet, frikërat dhe dëshirat e tij. Ajo që do të zbulosh në këtë video nuk është një truk joshjeje. Është një vështrim në neurobiologjinë e lidhjes mashkullore. Nuk do të flasim për mënyra se si të bëhesh më e dëshirueshme. Do të flasim për mënyrën se si të bëhesh shtëpia e tij emocionale, strehimi i tij, ajo ndjesi ku ai gjithmonë kthehet pavarësisht se çfarë ndodh në jetën e tij. Qëndro pra, sepse në minutat në vijim do t'i japim një emër këtij sekreti. Do ta zbulojmë këtë drogë emocionale që ndryshon gjithçka dhe të premtoj, përgjigjja është shumë më e fuqishme dhe më e prekshme se sa ke menduar ndonjëherë. Por përpara se të hapim derën e parë të kësaj enigme, një pushim i vogël. Nëse kjo udhëtim në thellësitë e lidhjes njerëzore të ma gjeps, abonoju në kanal dhe aktivizo njoftimet. Çdo publikim është një çelës i ri për të kuptuar këto kode të padukshme. Dhe më shkruaj patjetër në komente nga cili qytet apo vend po e shikon këtë video. Është mahnitse të shohësh si na lidhin këto pyetje pa marrë parasysh në cilin cep të botës ndodhemi. Për të kuptuar rrënjën e kësaj varësie, duhet të nisim një udhëtim. Jo një udhëtim përmes zemrës, por përmes arkitekturës më të thellë dhe më arkaike të trurit mashkullor. Mendoje atë si një sistem operativ biologjik, i zhvilluar qindra mijëra vjet më parë me një qëllim të qartë, të mbijetojë, të konkurrojë, të rritet.
Në qendër të këtij sistemi qëndron qendra e shpërblimit një rrjet neuronesh aq i vjetër sa vetë njerëzimi, i drejtuar nga një molekul jashtëzakonisht e thjeshtë, por tepër e fuqishme, dopamina. Këtu qëndron keqkuptimi i parë i madh. Dopamina nuk është substanca e kënaqësisë, por substanca e fiksimit pas qëllimit. Jo lumturia e zotërimit, por shtysa për ta arritur. Është zëri në kokë që thotë, vazhdo, pothuajse e ke arritur. Është forca që e bën një sipërmarrës të punojë 18 orë në ditë, një sportist të stërvitet deri në raskapitje, një lojtar të mos e lëshoj kontrollorin. Dopamina nuk shpërblen zotërimin, por kërkimin. Dhe pikërisht këtu hyn në lojë tërheqja. Nga një këndvështrim neurobiologjik, flirtimi dhe joshja janë loja përfundimtare e dopaminës për trurin mashkullor. Gruaja bëhet objektivi më kompleks, më misterios, më i dëshirueshëm. Çdo hap shikimi i parë, marrja e numrit të saj, pritja para takimit, e qeshura, dilema nëse ajo ndjen të njëjtën gjë gjithçka shkakton një kaskadë dopaminike. Kulmi, sigurisht, seksi. Por mbi të gjitha pritshmëria e seksit. Por tani vjen pika vendimtare. Një burr mund të jetë i varur nga seksi me ty, pa qenë i varur nga ti. Kjo është diferenca midis një varësie ndaj dopaminës, euforisë së gjuetisë, dëshirës, momentit dhe një lidhje shumë më të thellë. Dopamina është si sheqeri, një deje e shpejtë, por e përkohshme. Dhe kur efekti shuhet, trupi kërkon vetëm dozën tjetër pa asnjë lidhje të vërtetë me burimin. Varësia e vërtetë, ajo që e lidh një burr përgjithmonë me një grua, nuk qëndron te dopamina, por te substancat që krijojnë ndjenjen e mirëqenies dhe sigurisë. Ndërsa koka e tij ndjek qëllime, sistemi i tij nervor në thelb kërkon të kundërtën, një streh. Dhe këtu hyn në lojë një tjetër substancë, ajo që pothuajse gjithmonë lidhet me gratë, por fuqia e së cilës mbi psikikën mashkullore është nënvlerësuar për një kohë të gjatë, oksitocina, e quajtura ndryshe hormoni i përqafimit, hormoni i lidhjes. Dhe e gjitha kjo është e vërtetë, por të mendosh se funksioni i saj përfundon aty, është njësoj si të shohësh një iceberg dhe të mendosh se është vetëm një copë akulli që lundron mbi ujë. Oksitocina në trurin e një burri është një forcë e qetë, sismike. Ajo nuk vepron me spektaklin e dopaminës që ndriçon qiellin si fishek zjarri. Oksitocina është më shumë si nxehtësia e qëndrueshme e një sopë druri. Nuk të verbon, por të mban gjallë në natën më të ftohtë. Ndërsa dopamina bërtet e dua, oksitocina përshpërit, bëj pjesë këtu, jam i sigurt. Pikërisht këtu konflikti bëhet interesant. Burri modern jeton në një botë të ndërtuar për dopaminë. Bota e punës i kërkon të konkurojë dhe të fitojë. Rrjetet sociale i shfaqin pafund parada suksesesh dhe zotërimesh, të cilave duhet t'u vrapoj pas. Edhe vetë bota e takimeve me mundësi të pafundme rëshqitjesh majtas e djathtas është kthyer në një lojë të kënaqësisë së menjëhershme, gjithmonë në kërkim të stimulit tjetër. Truri i tij është i mbushur me kortizol, hormonin e stresit, sepse ndjekja e dopaminës është, sipas përkufizimit, stresuese. Gjithmonë ka një objektiv të ri, një kërcënim të ri, një krahasim të ri. Ai jeton në një gjendje të vazhdueshme alarmi. Por në mes të këtij kaosi, biologjia e tij më e thellë, sistemi i tij nervor, kërkon të kundërtën. Ai dëshiron oksitocin, dëshiron besim, qetësi dhe lidhje të vërtetë që ta çaktivizojë këtë gjendje alarmi. Dhe këtu qëndron paradoksi i tmerrshëm. E njëjta shoqëri që e shtyn në ndjekjen e pafundme të dopaminës, ja ka mësuar gjithashtu se nevoja për oksitocin për brishtësi, ngushëllim, kujdes është dobësi. I thuhet, i burr që shpesh përkthehet në mos trego frikë, mos kërko ndihmë, zgjidhi problemet vetë. Pastaj në jetën e tij hyn një grua, dhe ajo ka fuqinë ta zgjidhë këtë paradoks, të bëhet burimi i vetëm i oksitocinës në shkretëtirën e tij të dopaminës. Jo duke qenë më e bukura në dhomë, jo duke qenë më e suksesshmja, por duke u bërë mjeshtre në krijimin e hapësirave të sigurta. Përmes veprimeve që për të tjerët mund të duken të zakonshme, por që për sistemin e tij nervor janë si një oazë. Si e bën ajo këtë?
Së pari, duke dëgjuar pa gjykim. Imagjinoje, ai kthehet në shtëpi pas një dite të tmerrshme, ka bërë një gabim të madh në punë. Pançeri i tij është dëmtuar, truri i tij është i përmbytur nga kortizoli. Dy skenar janë të mundshëm. Në skenarin A, ai tregon partnereve çfarë ka ndodhur dhe ajo reagon menjëherë me zgjidhje. Duhej ta kishe bërë kështu. Thirrë shefin. Përgatitu më mirë herën tjetër. Edhe pse me qëllim të mirë, truri i tij dëgjon vetëm, dështove dhe ja prova. Duhet të luftosh më tej. Ai mbetet në fushëbetejën e dopaminës. Në skenarin B, ajo thjesht e dëgjon, e sheh në sy, ndoshta i vendos dorën në krah dhe në fund i thot, kjo tingëllon tepër e vështirë. Më vjen keq që të ndodhi. Asnjë gjykim, asnjë problem për t'u zgjidhur, vetëm pranim, mirëkuptim. Sistemi i tij nervor merr mesazhin më të fuqishëm që ekziston. Mund të dështosh dhe prapë je i sigurt këtu. Ky është një shkaktar i madh i oksitocinës. Së dyti, prekje fizike, jo seksuale. Në një botë ku prekja mashkullore pothuajse gjithmonë lidhet me qëllim seksual, prekja që ka vetëm synimin të ngushëllojë është revolucionare. Një përqafim që zgjat më shumë se 20 sekonda, pikërisht aq sa duhet për të nxitur lirimin e oksitocinës dhe serotoninës. Ti përkëdhelësh flokët ndërsa shikoni një film. Ti vendosësh dorën në pjesën e poshtme të shpinës ndërsa ecni bashkë. Gjeste që nuk kërkojnë asgjë. Thjesht depozitime të pastra në llogarinë e tij emocionale të sigurisë. Ato i dërgojnë trurit të tij të lash sinjalin. Ne jemi një fis, ti bën pjesë këtu, je i mbrojtur. Por më mahnitse është diçka tjetër. Studiuesit kanë zbuluar se shkaktari më i fuqishëm i oksitocinës tek një burr është admirimi i sinqert nga partnerja e tij. Dhe këtu duhet të jesh e saktë. Nuk bëhet fjalë për komplimente boshe për makinën e re apo ngritjen në detyrë, ato ushqejnë vetëm dopaminën, egon e tij. Bëhet fjalë për admirimin e karakterit, të qenies së tij. Është dallimi midis duket bukur ajo këmish mbi ty dhe e admiroj mënyrën si u tregove i sjellshëm me kamarierin. Je njeri i mirë. E para është kompliment. E dyta është dëshmi për atë kush është ai. Kur një grua ja pasqyron një burr cilësitë që ai i vlerëson më shumë tek vetja ose që as nuk e dinte se i kishte truri i tij, jo vetëm që çliron oksitocin, por krijon një ndjesi ankorimi. Ajo bëhet pasqyra që i tregon versionin më të mirë të vetvetes. Dhe të jemi të sinqertë, kush nuk bëhet i varur nga një pasqyrë që gjithmonë të kthen mbrapsht anën më të mirë. Këtu zhvillohet konflikti i vërtetë. Bota e jashtme që e detyron të jetë një makinë dopaminike dhe gruaja që është stre e oksitocinës. Ajo bëhet e vetmja që mund ta qetësoj stuhin. Vetë prania e saj është si balsam për sistemin e tij nervor. Dhe kur një burr e përjeton këtë ndjenjë të qetësisë së thellë, ndjesinë e të qenit plotësisht i parë dhe i pranuar pa pasur nevojë të luftojë apo të dëshmojë veten, atëherë gjithçka tjetër bëhet dytësore. Gjuetia humbet shkëlqimin krahasuar me paqen që sjell ndjenja e të pasurit, një shtëpi të vërtetë. Por kjo ekuilibër është e brishtë dhe përballet me provën e saj më të madhe, sepse çdo betejë ka pikën e kthesës, një moment kur raporti i forcave ndryshon përgjithmonë. Jo një proces i ngadalshëm, por një ngjarje sismike në neurologjinë e tij. Një çast kur një pëlqim bëhet nevojë, kur prania e saj kalon nga luks në domosdoshmëri për mirëqenien e tij. Këtu ndryshon gjithçka. Varësia nuk lind nga një gjest i vetëm dashurie apo një bisedë e thellë. Ajo lind nga qëndrueshmëria. Imagjinoje, çdo herë që ajo krijon atë hapësirë të sigurt, çdo herë që dëgjon pa gjykim, çdo herë që shfaq admirimin e vërtet, ajo ndes një dritë të vogël në errësirën e mendjes së tij të stresuar. Në fillim janë vetëm shkëndija, por me kalimin e kohës ato lidhen, krijojnë një rrjet që ndriçon më fort se çdo gjë tjetër. Truri i tij, një makinë efikase që gjithmonë kërkon shpërblimin më të madh me përpjekjen më të vogël, mëson. Qetësia, besimi, sigurimi që gjen tek ajo janë shumë më të vlefshme dhe më të qëndrueshme se çdo shpërthim i shkurtër dopaminik. Dhe atëherë ndodh një ankorim, një proces mësimi.
Sistemi i tij nervor lidh gjithçka tek ajo zërin, aromën, madje edhe mënyrën si shfaqet emri i saj në ekran me lehtësim. Rezultati, vetëm mendimi për të e qetëson në stres. Një lajm i keq dhe impulsi i tij i parë nuk është duhet ta zgjidh këtë, por duhet të flas me të. Ajo nuk është më një person i jashtëm, por pjesë e brendshme e rregullimit të emocioneve të tij. Ky është momenti kur sistemi përmbyset. Një marrje e heshtur, por totale, e sistemit të tij të shpërblimit. Lidhja e oksitocinës bëhet aq e fortë sa mbizotëron mbi burimet e vjetra të dopaminës. Netët e festave me miq humbasin shkëlqimin përpara një mbrëmjeje të qetë me të. Pëlqimet në rrjetet sociale duken bosh dhe qesharake krahasuar me një shikim të vetëm admirimi prej saj. Truri i tij ka bërë llogarit dhe bilanci është i qartë. Qetësia që ajo i dhuron është më e vlefshme se çdo gëzim tjetër. Dhe këtu qëndron e vërteta e fshehur. Një burr nuk bëhet i varur nga gruaja e përsosur, as nga më e bukura, as nga më e suksesshmja. Ai bëhet i varur në një nivel të thellë kimik nga gruaja që i dhuron vazhdimisht paqe, admirim dhe autenticitet. Ai nuk është i varur nga ajo, është i varur nga versioni i vetes që lind në praninë e saj. Nga burri që mund ta heqë për krenaren pa u ndëshkuar. Nga burri i suksesi i të cilit festohet dhe dështimet i pranohen me mirë kuptim. Nga burri që më në fund lejohet të jetë njeri. Ajo bëhet e vetmja që ka çelësin e këtij versioni të tij. Kjo është kuptimi i vërtet i kimisë së mirë. Një gjendje ku sistemet e tyre nervore sinkronizohen dhe krijojnë qetësi. Dhe kur kjo ndodh, nuk ka më kthim pas. Vetëm mendimi për ta humbur atë shkakton panik në një nivel primitiv. Nuk është më frika e egos për të humbur një trofe, është tmerri i sistemit nervor për të humbur spirancën, për t'u hedhur sërish dhe këtë herë i vetëm në detin e stresit dhe dopaminës që e rrethon botën. Çdo grua tjetër mund t'i ofrojë atij një aventurë, por vetëm ajo mund t'i ofrojë një strehë. Dhe kur një burr e ka përjetuar një herë se çfarë do të thotë të jetosh në këtë strehë, nuk kënaqet më me fush betejen. Ajo nuk ka fituar vetëm zemrën e tij, ajo ka riformatuar trurin e tij. Të kuptosh se çfarë ndodh është zbulesë, por fuqia e vërtetë qëndron në të kuptuarit se si ndodh. Sekreti i kësaj varësie emocionale nuk është një tipar i lindur, por një aftësi. Ndërtimi i një mjedisi të caktuar emocional, një ekosistem që një grua mund të mësoj ta kultivojë. Nëse përfundimi ishte se ai bëhet i varur nga versioni i tij më i mirë, atëherë zgjidhja është të bëhesh arkitektja e hapësirës ku ky version mund të ekzistojë dhe të marrë frymë. Ky proces qëndron mbi 3 shtylla themelore: krijimin e një sigurie të palëkundur, artin e të qenit pasqyra e tij më e sinqertë dhe dhënien e lejes për autenticitet radikal. Shtylla e parë dhe më e rëndësishmja është siguria. Nuk bëhet fjalë për siguri financiare apo fizike, por për siguri neurologjike. Bota tashmë e detyron të jetojë në modalitetin luftoseik. Nëse kontakti me ty e vendos gjithashtu në mbrojtje, nëse ai friksohet reagimeve të tua ose ndihet vazhdimisht i gjykuar, prania jote bëhet vetëm një zhurmë tjetër e botës në vend të një strehimi prej saj. Për t'u bërë strehë e tij, kërkohet mjeshtëri në menaxhimin e reaktivitetit emocional. Kjo do të thotë, kur ai të vjen me një problem, pasiguri apo lajm të keq, sistemi yt nervor duhet të mund ta përthithë goditjen pa shpërthyer. Nëse rrëfimi i tij për një dështim has panikun tënd, frikën tënde apo një breshëri, të thash unë. Truri i tij i lashtë mëson një mësim brutal: as këtu nuk jam i sigurt. Ndërsa aftësia për të pranuar kaosin e tij me energji të qetë dhe të qëndrueshme është, ndoshta, cilësia më tërheqëse dhe varëse që ekziston. Kjo nuk do të thotë që nuk të prek, do të thotë që mund ta mbash ndjenjen, pa u bërë vetë ndjenja. Është ndryshimi mes se besoj që e bëre këtë. Çfarë bëjmë tani? Dhe në rregull, merr frymë. Jemi bashkë në këtë. Do t'ja dalim. Frazat e dyta janë balsam për një sistem nervor të djegur. Kjo siguri përfshin edhe kuptimin e shpellës emocionale. Burrat shpesh e përpunojnë stresin duke u tërhequr në heshtje.
Nëse një grua e interpreton këtë heshtje si sulm personal apo mungesë dashurie dhe vazhdimisht e shtyn me "çfarë ke? Je i zemëruar me mua? Fol me mua", ajo pa dashje e shndërron strehen në një dhomë marrjeje në pyetje. Arkitektja e sigurisë e kupton. Ndonjëherë gjesti më i madh i dashurisë nuk është të detyrosh një bisedë, por të ofrosh një prani të qetë dhe të duruar të ulesh pranë tij pa kërkuar asgjë, duke komunikuar me gjuhën e trupit. Nuk ke pse të flasësh. Dua vetëm të dish, nuk je vetëm. Dhënia e këtij hapësire pa krijuar ndjenjë faji është një nga themelet më të forta të besimit. Dhe ekziston një rregull i artë, i paprekshëm, në ndërtimin e këtij vendi shërues. Brishtësia e tij nuk duhet të përdoret kurrë si armë në një debat të ardhshëm. Në momentin që del nga goja një "ti vetë më the se kishe frikë nga" apo "ti vetë më ke pranuar se ndihesh i pasigurt me", vetëm për të fituar një debat, siguria nuk thyet, ajo shkatërrohet. Ky është akti përfundimtar i tradhtisë emocionale. Rikthimi i atij besimi është pothuajse i pamundur. Shtylla e dytë është admirimi në formën e tij më të lartë. Nuk bëhet fjalë për të ushqyer egon e tij. Kjo vetëm sa nxit dopaminën që ai kërkon diku tjetër. Bëhet fjalë për të qenë pasqyra e madhështisë së tij të brendshme. Çelësi qëndron në vlerësimin e procesit, jo vetëm të rezultatit. Gjithë bota e përgëzon kur merr ngritjen në detyrë. Vetëm ti mund të thuash në gjysmë të rrugës, e shoh sa përkushtim dhe orë ke dhënë. Edhe kur je i lodhur, disiplina jote më frymëzon. Lavdërimi i parë konfirmon arritjen e tij, i dyti konfirmon thelbin e tij. Gjuha e saktë është thelbësore. Je njeri i mirë është e këndshme, por boshe. Mënyra si ndalove për t'i ndihmuar dikujt me gomën e makinës pa pritur asgjë në këmbim, kjo më kujton pse u dashurova me fisnikërinë tënde. Ky është një dëshmi e pakundërshtueshme e karakterit të tij. Ky lloj admirimi është varës, sepse është i rrallë. I tregon që ti nuk je thjesht pranë tij, ti je e vërtet. Dhe të jesh vërtet i parë është një dëshirë universale njerëzore. Më në fund, shtylla e tretë, autenticiteti. Lidhja bëhet e fortë kur ai kupton se pranë teje nuk ka nevojë për maska. Bota kërkon që ai të luajë role, profesionisti kompetent, djali i përgjegjshëm, miku gazmor. Streha është i vetmi vend ku mund t'i heqë të gjitha kostumet. Kjo ndodh kur ti feston në mënyrë aktive veçantit e tij, anët e tij që rrallë i tregon, humorin e çuditshëm, pasionin për një hobi që të tjerët mund ta quajnë të çuditshëm, lojrat e tij fëmijërore. Kur ti shijon sinqerisht këto anë, i dhuron atij dhuratën më të madhe, lejen për të qenë njeri i plot, jo thjesht një rol. Këtu vjen kthesa e fundit dhe çelësi i gjithçkaje. Ky mjedis nuk mund të luhet me maskë. Nuk mund të jesh shtyllë qetësie nëse je stui brenda vetes. Nuk mund ta vlerësosh karakterin e tij nëse nuk je e vëmendshme. Dhe mbi të gjitha, nuk mund t'i japësh atij lejen për autenticitet nëse vetë mban një maskë. Zgjidhja e vërtetë e këtij misteri është kjo. Për t'u bërë strehë e tij, duhet fillimisht të ndërtosh strehën tënde të brendshme, qetësinë tënde, vetvlerësimin tënd, autenticitetin tënd. Kur ti vetë je hapësirë e sigurt, rrezaton siguri. Kur e admiron veten, mund të admirosh me sinqeritet të tjerët. Kur je autentike, fton autenticitetin. Në fund, ai nuk bëhet i varur nga teknikat, por nga energjia që ti rrezaton kur je njeri i plot, i sigurt dhe i vërtetë. Dhe ky është themeli që i mbijeton çdo loje dhe çdo strategjie. Por çfarë do të thotë në të vërtetë ky nivel thellësie? A është kjo forma më e lartë e dashurisë apo një varësi e rrezikshme? Në këtë pikë, lind në mënyrë të pashmangshme një pyetje e parehatshme, një hije që bie mbi idenë e varësisë emocionale. Edhe vetë fjala varësi ngjall menjëherë rezistencë. Ne e lidhim me dobësi, humbje kontrolli, varësi të sëmurë. Prandaj pyetja pasuese është vendimtare. A bëhet fjalë këtu për formën më të lartë të dashurisë dhe partneritetit apo për një formë të sofistikuar bashkëvarësie, një lidhje që çliron apo një që të robëron? Ndoshta përgjigjja qëndron në rishikimin e marrëdhënies son me varësinë. Jetojmë në një epokë që e lavdëron hiperpavarësinë. Mesazhet na bombardojnë,
nuk duhet të kesh nevojë për askënd. Lumturia jote nuk duhet të varet nga një person tjetër. Dhe sa do e vlefshme të jetë vetë mjaftueshmëria, ndoshta e kemi çuar këtë ide aq larg, sa që ironikisht na ka lënë të izoluar dhe të uritur për lidhje të vërtetë. Jemi bërë alergjik ndaj mendimit për të qenë stre për dik ose për t'i lejuar dikujt të jetë stre për ne nga frika se mos dukemi të dobët apo të varur. Por a është një bimë e varur nga drita e diellit në mënyrë shkatëruese apo thjesht drejtohet natyrshëm drejt burimit të energjisë që i mundëson rritjen, lulëzimin dhe potencialin e plotë? Ajo që kemi përshkruar këtu nuk është një varësi që të glabëron, të zvogëlon apo të zhduk. Nuk ka të bëjë me humbjen e vetes në tjetrin. Ka të bëjë me një përkushtim ndërtues, një ndërvarësi të vetëdijshme, ku prania e sigurt dhe mbështetja e ndërsjellë bëhen platforma të qëndrueshme, nga të cilat të dy mund të hidhen më lart. Nuk është se ai nuk mund të funksionojë pa të, është se me të funksionon në një nivel optimal që i vetëm nuk do të arrinte. Qetësia e saj rregullon stresin e tij dhe e ndihmon të marrë vendime më të mira. Admirimi i saj për karakterin e tij forcon integritetin e tij. Një cikël pozitiv përforcues. Varësia e vërtetë nuk është ndaj personit, por ndaj mirëqenies dhe rritjes që ai person nxit. Le të mendojmë për të tashmen tonë. Ne vuajmë nga një epidemi vetmie. Ndërveprimet janë sipërfaqësore, të përkohshme, të reduktuara në një pëlqim, një përputhje, një bisedë që shuhet në shurmën digjitale. Kërkojmë vërtetim në numrin e ndjekësve, por mallëngjehemi për pranimin e thellë nga një person i vetëm. Në këtë peizazh, një lidhje e kësaj përmase nuk është dobësi, por fuqi. Akti më subversiv në një kulturë hedhurinash, të ndërtosh diçka kaq neurologjikisht të qëndrueshme dhe të vërtetë, sa që bëhet e pasvendësueshme. Një spirancë në mes të stuhisë së përhershme të shekullit XXI. Dhe kjo lidhje, në fund, i jep kuptim transcendental edhe lidhjes fizike. E filluam këtë udhëtim duke sqaruar se varësia nuk është seks dhe tani e kuptojmë pse. Seksi pa këtë stre emocionale është vetëm një akt biologjik, një kulm dopaminik, një lehtësim i përkohshëm, ndoshta argëtues, eksitues, por në thelb bosh. Por kur intimiteti fizik ndodh brenda hapësirës së shenjtë të ndërtuar, ai transformohet. Nuk është më një transaksion dëshire, por shpreha më e lartë e sigurisë dhe pranimit, një rinovim i pashprehur i premtimit. Këtu, në këtë vend, je i pranuar plotësisht. Je në shtëpi. Trupi thjesht feston atë që sistemi nervor tashmë e di. Kështu që herën tjetër që mendon se çfarë lidh vërtet dy njerëz, shiko përtej interesave të përbashkëta, të qeshurave dhe tërheqjes. Shiko nëse ekziston ai shkëmbim i heshtur energjie. Pyet veten, apo krijojmë një hapësirë ku tjetri mund ta lërë për krenaren të dera? A bëhemi për njëri tjetrin vendi ku sistemi ynë nervor do të dojë të kthehet në fund të një dite të lodhshme? Ndoshta na është shitur një version shumë sipërfaqësor i dashurisë, ai fishek zjarreve, pasionit të furishëm dhe dramës së pushtimit. Por ndoshta dashuria e vërtetë nuk është një stuj. Ndoshta dashuria e vërtetë është strehimi i qetë, i qëndrueshëm që ndërton me dikë për t'i përballuar së bashku të gjitha stujit që jeta sjell. Dhe kështu, pas këtij udhëtimi të gjatë përmes qarkoreve nervore, hormoneve të heshtura dhe dëshirave të fshehta, mbërrim në fund. Dhe ky fund është si në çdo histori të madhe, jo një përgjigje, por një udhëkryq. Një zgjedhje thelbësore për llojin e forcës që duam të jemi në jetën e dikujt tjetër. Sepse gjithçka që kemi mësuar sot mund të përmblidhet në dy rrugë, dy filozofi radikalisht të kundërta të dashurisë dhe lidhjes. Rruga e flakës dhe rruga e spirancës. Rruga e flakës është ajo që na është shitur pa ndërprerë. Është ajo që e shohim në filma, e dëgjojmë në këngë, që shtyn rrëfimet e romaneve. Rruga e pasionit, dramës, pasigurisë. Është kërkimi i vetëdijshëm për të qenë i paharrueshëm përmes intensitetit në aspekt neurokimik, një aleancë me dopaminën. Ajo ushqehet nga risia, misteri, kulmet emocionale. Kush e ndjek këtë rrugë, dëshiron të jetë vetëtima e gjallë, elektrizuese, e paparashikueshme dhe përfundimisht kalimtare.
Taktikat e kësaj rruge janë loja, joshja e llogaritur, mbajtja e tjetrit në pasiguri, provokimi i xhelozisë për t'u ndier i dëshiruar, të jesh një enigmë që kërkon zgjidhje. Është një skenë e vazhdueshme dhe ta pranojmë dese, të jesh flaka dhe të ndjesh fuqinë e vëmendjes së pandar, të jesh qendra e një universi që rrotullohet rreth pritjes së lëvizjes tënde tjetër. Por një flak ka një dobësi të lindur, i duhet karburant pa pushim, kërkon vazhdimisht risi, dram dhe është raskapitse, jo vetëm për atë që e mban gjallë, por edhe për ata që jetojnë në dritën e saj që lëkundet. Të ecësh në rrugën e flakës do të thotë të jetosh në një gjendje tensioni të bukur, por në fund mbetet tension. Dhe kur karburanti i risis mbaron, siç ndodh patjetër, flaka zbehet. Vëmendja largohet dhe kërkon një zjarr më të ri, më të ndritshëm. Është një strategji afat shkurtër, një varësi nga intensiteti që paradoksalisht pengon ndërtimin e intimitetit të vërtet, sepse intimiteti lind nga qëndrueshmëria, jo nga kaosi. Pastaj ekziston rruga e spirancës. Ajo është shumë më pak glamuroze. Nuk bëhen filma për të, nuk frymëzon balada apasionante. Është një rrugë e qetë, e thellë dhe, në kulturën tonë, radikalisht subversive. Rruga e spirancës është një aleancë me oksitocinën. Ajo nuk kërkon të jetë ngjarje spektakolare, por prani e palëkundur. Fuqia e saj qëndron jo në eksitimin që prodhon, por në qetësinë që krijon. Spiranca nuk është pjesa më e mahnitshme e udhëtimit të një anije, ajo është pjesa që e lejon anijen të mbijetojë stuhin. Kush zgjedh këtë rrugë, nuk dëshiron të jetë mister, por shtëpi. Qëllimi nuk është ta mbash tjetrin në pasiguri, por t'i japësh atij sigurinë e thellë se pavarësisht çfarë ndodh në oqeanin e trazuar të jetës, ekziston një port i sigurt ku mund të kthehet gjithmonë. Taktikat e kësaj rruge janë ato që kemi eksploruar: dëgjimi pa gjykim, admirimi i karakterit, leja për autenticitet, menaxhimi i vetëdijshëm i reagimeve për të qenë forcë qetësie, zgjedhja e vetëdijshme për të përthithur kaosin, jo për ta përhapur atë. Dhe këtu qëndron keqkuptimi më i madh. Shumë njerëz e friksojnë këtë rrugë sepse e ngatërrojnë me mërzinë ose parashikueshmërinë. Por ajo që shoqëria jonë e quan e mërzitshme, sistemi ynë nervor e quan e sigurt. Dhe në një botë që na bombardon me stres, siguria nuk është monotone, është pasuria më e çmuar dhe më e rrallë që ekziston. Një spirancë nuk e pengon anijen të lundroj, të eksploroj dhe të kërkoj aventura. Përkundrazi, vetëm ekzistenca e spirancës i jep anijes besimin për të hyrë në ujëra më të thella me vetëdijen se ekziston një vend ku mund të kthehet. Teu gjesh streh për dikë nuk e bën atë të dobët, i jep forcën të jetë më trim jashtë. Prandaj, zgjedhja e fundit që qëndron para teje është thelbësore. Nuk është një strategji takimi, por një zgjedhje identiteti. Çfarë lloj fuqie dëshiron të ushtroni? Fuqinë e përkohshme, elektrizuese të flakës që digjet fort, por në fund lë vetëm hi, apo fuqinë e qetë, të pathyeshme të spirancës, që nuk ndrit, por ofron qëndrueshmëri dhe siguri që askush dhe asgjë nuk mund ta marrë? Mos pyet veten si të bëhesh pasioni i jetës së ti. Pyet veten si të bëhesh paqja e shpirtit të ti. Mos u përpiq të jesh stuhia që e rrëmben. Bëhu fari që e udhëheq në shtëpi përmes çdo stuhie. Sepse stuhit kalojnë, zjarret shuhen, eksitimi i gjuetisë gjithmonë merr fund, por shtëpia mbetet.